Atëherë. Ha, Joni, qa duket gjumi? Qeni, për zonë ka thëmë në shuj fije, Mario. Ashtu, Duke ba një kalkoli, Mario. A ke pa ti Big Brother njëshin? Kam, po, Për kam surprizat e kam fillu, pas. kam fillu nga mesi e mrapa me pa, bide. Ja, për surprizat e kam ma shumë. Për fitusit, kur i është ban surpriza? Ja, në final, ja? Të i pari, kush ka kanë? Po te Juli Egla, se te i dyti dihet i fundit ka fitu, po te Egla me Juli e satën e ka pas para fundit, Egla Juli ka pas fundit. Duket se Egla ka pas fundit me atatën. Duket se Egla ka pas fundit. E po du me bën në llogaria. Ja, pa ja pra, nuk ishte ai kuptim. Jo më burrë ka pas. Jo më ka pas Julit fundit sepse u dote koha për me ardh Egla nga Elbasani deri në Top Channel edhe herë. No. Apo. Mu më duket se fundit ka kanë Eglës. Pa nuk ka shkoj treguese. Për me prit marrë Egla ka pas këtu pushishin Sander ka pas një këngë. Ka ndonë muzikë sa desa ka ardha. Elbasani 20 minuta është më burr. Egla që, Egla fundit. Edhe te i dyti i fundit. E te i pari të shitu me llogaritun. Të kush ka kanë? Lirit ka kanë surpriza fundit. Dit kush më na thon kush është ndaj fans. Se po më dalin të llogari kështu që nuk po më dalin mirë të llogari. A thu kanë lënë gjesin për fund? Gjithmonë dhe me ai që i bëhet surpriza i fundit ai e fiton, e? Njerëzit ecin me statistika, me kështu më Mario, po pyetja. Romeo. Vjen nesh me parimin. Vjen nesh me parimin e fundit. Ja. Po i liri i fundit thonë që i liri i fundit. Jo i liri ishte i pari. Ale, tash si lexoj më. Nga i pari i fundit, këtë se do kisha, hajde nga vendin e parë. Ja, atëre në ditën i fjellën në bazë organizimit, a kupton se dikush kërkon më shumë kohë, dikush kërkon më pak kohë, janë më afër studios, më larg studios, a kupton. A erdhën për shkak shpejt, për lokali pa 2 sekonda. Ajo, Arena, te Storm Arena. Donaldi i fundit thon, dhe so bom. Për surprizën e Eglit. Me. Ka kanë më emocionuese kur i ka ardhur herën e parë motra. Se ishte herën e parë. Po marrë, po bën pasor ky Big Mama. Hinë del kush të dojnë si dojnë. Prandaj ta thash te surpriza e Razans. I durumi, i fitumi. Kur nuk ekspozohesh, del edhe merr më shumë pikë, si më. Kur i konsumon njerëzit qysh në fillim, atë s'bet më surprizë. Nuk quhet më surprizë mane, nuk hin më të surpriza. U bën si në shtëpi, por u bë pazar për këtë kjo. Kjo surpriza e Eglit ishte i fije kur adin merre me lang se mishi ka marru. Kanë ndalla të vajzat që shumicën nuk i di se kush ishin. Ato janë përfaqësuesit e femrave të Shqipërisë. Janë arrira. Po me më të arrira. Kështu thon kjo. Janë zgjell nga cepence botë që janë shqiptare kanë ardhur me fol për Eglin, për mesazhin që unë një gjë nuk kuptoj, pse qajnë? Pse qajnë, për shembull, Egli kur foli 2 fjalë Sara Gjordeni. Po kanë pa një tjetër më thonë kam kujtu ty shumë herë kur kam qenë mbrapa se kanë ndodhur një të gjë. Na kena një nivel. Po ajo vajza që është me origjinë ukrainase më duket që ajo është shumë arrirë. Po Egli pse qan kur foli ajo kur lexojnë prompter atë tekstin që i kanë thënë me lexu. Apo është vetë kështu, demek më bëj emocionuese. Ka që është pretendimi marrë. Është pa hormonale thot një komentuesja jo në rregull që është Ledi. Po. Le të falenderoj shumë që na ndihmon për me gjetë përgjigjet e këtyre pyetjeve që s'po dina me gjetë përgjigje. Na nuk dina me i perceptui to sjelljet e këtyre njerëzve. Po ta kanë janë, a din kur ban një supë të mirë për shembull ose kur ban një amelcim të shishme, ne nuk thonë atë shishme ose kur do na me levdru tamam, thonë e ke qa.
E ke qa, pa. Kur këndon një këngë, po të mërziti kënga, jenë rregull. Po të gëzoj e kena gabim. Pra, jena krejt e kundërta e normales neve në këtë perspektiv. Kështu që e ke qa është arritje kulmore për neve si shqiptar që jemi. Fiks. Dhe kur qaj njerëzit do të thotë është në kulmi. Pra është kretë pjesa më maksimumi i jetës. Po qave. Po qave. Dhe mu më bënë përshtypje edhe një gjatë tjetër të kjo, se si të klipi si përpara sa herë që në çdo fjali të këtyne sot, ka një fjalë që për mendimin tim përdoret një herë në jetë për shembull. Unë këtë nuk do ta harroj kurrë. Kur? Po pra, janë fjalë të mëdha pra që përdoren. Kur unë dola nga more vendimin për dol, ishte një moment që unë nuk do ta harroj kurrë. Jo. Ti ke për të harruar çdo gjë që ka në ull, ti s'ke për të harruar që ke kanë Big Brother, por ndoshta edhe që ke kanë Big Brother do ta harrosh. Jo, të thush që në Big Brother kur bën atë, domethënë kur i ka diku ndaj këtej nuk kam për edhe kështu vazhdimisht, po t'janë një gjë fjalitje, kanë nga i fjalë të fundit. A kupton? E thash pra, përdorin që përdorin fjalë shumë të egzagerume të mëdha për disa njerëz shumë të vegjël. Kjo është. Edhe për disa ngjarje të paraqitshme. Se kur përdoren do fjalë të mëdha për këto personazhe, çfarë duhet me thënë, çfarë metet, çfarë ka në fjalor për këto njerëz të mëdha tamam që janë, ose njerëz të thjesht, pra që janë të mëdha, po janë thjesht e nuk dalin e shtirën e shtupohen me shtupa fyrës për me i dal njarja 5 janë aty maneje për me i ba që ti një grua, vajz, i ke të gjitha emrat e një vajz aty që na përfaqëson prezat nga 5 deri 500 mas për burë. I do fjalë të mëdha pra i kena natë që sa më shumë i bëhet mëdha, aq më bukur duket. Mendojnë ta. Kjo quhet inferioritet. Shoqëri sintetike. Sintetike. A kupton? Shënoje. Shoqëria sintetike. Shoqëri sintetike. Sintetizimi është për të krijuar edhe një herë idenë sikur është ynolla ajo gjë, por nuk është ajo gjë. Për shembull, janë ato vendet në Indi atje në Azinë Jugore që kanë riprodhuar me mjete sintetike pambukun ose këto mnafshat e tyre në shtret. Ishtu janë, neve për shembull për me imitu tingullin e pianos përdorim një sintetizator që kanë regjistruar pianon me mikrofon, edhe unë shtypi një buton që ngjet si piano dhe tingullon gjithashtu si piano, por nuk është piano. Është piano. Kjo është ideja me kanë sintetike e gjithë gjaja. Sintetizojmë sikur është këtu për my tonë bota. E kuptova. E kuptova. Po eskalopin që na kujtoj deta që to të Julit. Ne në të si janë batutet e Julit të dhe, s'kena që me mos ja marrim ne ati. Bukur, ikli jashtë, roqet. Edhe të sa në finale sa më shpejt dalin jashtë. Sa më shpejt sepse për shembull kështu. Po, bravo, le, si puna e brekve, që shkruan aty të etiketa, 10% pambuk, 90% sintetik. Bravo. Pra 90% është falsifikuar i pambuku, është imitu, si kur t'ishte pambuk, dhe i vesh ata dhe fillojnë të kruhen këtu në kam, si me thënë. Nese, ka që edhe sa i takon surprizës eglit, pra. Ku po ma qojnë një gjestin, ku po ma hypin, ku po ma qojnë. A thu marrë surpriza me atë mërë stres. A i vune re herë masere që i tregohet për shembull të surpriza rëzon që kishte një pamje me dron, qohet nga amfiteatri dhe droni fikson Tiranën që tashmë e ka te kalu Chicagon. Dhe me këtë parçalet, ne në të pjesë të 18 sa i vjen. Shofi gjestin, mos pa merr me helikopter stresi. Ta shofi. Mos harroni na ndiqni ato vlerësimet që kena bë para se me dalë rezultati këtu, para se me dalë rezultati. A kanë drejtë vlerësimet, a kanë drejtë komentet. Ka vendos Amerika marrë, ka kry gjesti. Hajde. Posh.